Taulant Balla prej shumë vitesh është pjesë e politikës në vend dhe kjo sigurisht e ka vënë në qendër të vëmendjes mediatike. Disa e akuzojnë atë si të përfshirë në afera të dyshimta dhe japin alarmin se së shpejti spaku do të fillojë hetimet ndaj tij. Nga ana e tij, vetë Balla është shprehur se nuk ka vepruar asnjëherë në kundërshtim me ligjin dhe është mjaft i qetë, pasi çdo pasuri ai e ka të deklaruar. Një fakt interesant është se te formulari i deklarimit të pasurive rezulton se gruaja e Taulant Ballës është më e pasur se gruaja e kryeministrit Edi Rama. Për të çdo gjëje, Balla është munduar ta mbajë hermetike jetën e tij private. Ai nuk ka dashur asnjëherë që familja dhe fëmijët e tij të jenë në qendër të vëmendjes mediatike. Megjithatë, nga rregulli ka edhe përjashtime. Kjo pasi djali i Ballës ka arritur një sukses teje të madh dhe kjo nuk i ka shpëtuar as pak vëmendjes së medias. Edhe pse babai i tij është politikan, i biri, Robin Balla, ka vendosur të ndjekë një drejtim plotësisht ndryshe nga i ati. Robin është futbollist. Kjo jo vetëm për pasion, por djali i Taulantit është edhe talent në futboll dhe së fundmi ai ka fituar me Partizanin U17, kampionatin dhe kupën e Shqipërisë. Trajneri thosë se Robin është një talent në futboll, pasi është shumë i ashpër në mbrojtje, por kur ka topin në këmbë është shumë i qetë, një aftësi kjo që pak lojtarë kanë. Kjo është një arritje e djalit të Ballës dhe ai nuk e ka mbajtur dot për vete, duke shkrepur një foto me të birin e duke u krenuar me medaljen që ai ka marrë. Por ndjekësit e rrjeteve sociale e kanë sulmuar Ballën sepse, sipas tyre, ai ka bërë një gabim duke e përzier futbollin me politikën. Ai dhe i biri kanë pozuar me numrin 5, duke bërë thirrje indirekt për të votuar Partinë Socialiste. Pse nuk e le djalin të shijojë fitoren, po e përfshin në politik? Çfarë lidhje ka fitimi i kampionatit me fitoren e Partisë Socialiste? Mos e bëni pis sportin me politik. Këto ishin disa nga komentet që ju drejtuan ish-ministrit, duke etiketuar gabim këtë qasje të tij ndaj sportit dhe suksesit të djalit të tij. Po ju, si mendoni? A ishte thjesht një rastësi apo mesazh i koduar për publikun? Mund të shkruani mendimin tuaj në komente. I jeni me ata që thonë mos e përziej sporti me politikën apo mendoni se reagimi ka qenë një egzageruar?